Djali I shau të fundit të Iranit, ndihmoni protestuesit të rrëzojnë qeverinë. Reza Pahlavi, djali me emërgimi I shau të fundit të Iranit, u ka bërë thirrje fuqive botërore të mbështesin protestuesit iranian për rrëzimin e qeverisë, duke deklaruar se është I bindur se Republika Islamike do të bjerë jo nëse po kur. Udhëheqësi I opozitës me pas në Shtetet e Bashkuara kërkoi që komuniteti ndërkombëtar të shënjestrojë udhëheqjen e Gardës Revolucionare të Iranit, duke thënë se kjo do të lehtësonte detyrën tonë dhe do të parandalonte humbjen më teshme të jetëve. Ai bëri thirrje për një sulm kirurgjikal ndaj infrastrukturës së komandës dhe kontrollit të Gardës Revolucionare. Sipas agjencisë së lajmeve të aktivistëve të drejtave të njerëzit, HRANA, që nga fillimi I protestave me 28 dhjetor të paktën 2595 protestues janë vrarë, përfshirë 17 fëmijë. Gjithashtu janë raportuar 164 viktima nga forcat e sigurisë ose të lidhur me qeverinë, si dhe 21 civil pa përfshirë. Mbi 22.000 protestues të tjerë janë arrestuar. Sipas BBC-s, protestat filluan si reagim ndaj rritjes së kostos të jetesës, rënies së monedhës, por u shndruan shpejt në një thirrje kundër regjimit klerikal dhe udhëheqësit suprem Ali Hossein Khamenei. Demonstruesit kanë bëroritur slogane si vdekje diktatorit dhe Khamenei do të rrëzohet këtë vit, me ose pa ndihmën e botës regjimi do të bjerë, tha Pahlavi, por do të bjerë më shpejt dhe më shumë jetë do të shpëtohen nëse fjalët kthehen në vepra.